Ndërsa për juve, validesha të di, ju ishit edhe përfaqësuesi absolventëve, sa e diun. Si ishte i vështirë, sa ishte i vështirë rrugtimi për ty, ose sfidat në gjatë studimeve? Fillimin e kam pas të vështirë pa. Arsyeja ka qenë se asnjëherë nuk e kam menduar se do të studioja në Fakultetin e Shkencave Islame. Gjithmonë ma kanë sugjeruar të tjerët me dalë jashtë vendit, me shku në vende tjera jashtë shtetit, në tokat arabe, në Turqi, ku e diku. Edhe asnjëherë nuk kam menduar se muj me studiu këto në Fakultetin e Shkencave Islame dhe momentin kur shkaqe të ndryshme nuk munda me shku në vende tjera dhe atëherë thash po e filloj këto, Fakultetin e Shkencave Islame. Dhe ka qenë njëherë e vështirë, se nuk e kisha menduar kur këtë punë, po pasi e fillova, aty pasi pash ngrohtësinë e profesorëve, kolegëve, afërmitetin me njëri tjetrin, gjithmonë jam krenar pse jam student i Fakultetit të Shkencave Islame këto në Shkup, dhe asnjëherë nuk jam pishman pse nuk më është pranuar të jem student në vende tjera. Ka qenë fillim vështirë, po gjithçka alhamdulillah, po krijet. Unë mendoj që kur kemi vullnetin e mirë dhe kur kemi njerëz të zotë si puna juaj, nuk ka rëndësi se në cilin vend studion. Sidomos nëse vendos të studiosh këtu, ti vetëm i shton vlera vendit tënd dhe pse jo. Ju vetëm ca këtë herët një ndër figurat të cilat ju kanë motivuar të vazhdoni më tej. Desha të di nëse keni figura tjera të cilat ju kanë shtyrë që ti keni si shembull dhe ti shihni si diçka frymëzuese për të vazhduar teologjin. Padyshim, për të gjithë, por sidomos për ne studiuesit e fesë, shembulli më i përkryer të cilën ne e ndjekim është Muhamedi alayhi salatu wasalam, paqja dhe mëshira e Zotit qoftë mbi ta. Është një shembull, një personalitet që i mrekullueshëm, që duhet ndiqet, për të marrë shembull sidomos në kohën në cilën jetojmë, me sakrifica, me vështirësi, dhe shpesh na kujton vështirësitë dhe sakrificat të cilat i bëri pejgamberi alayhi salatu wasalam, që të udhëzoj popullin e tij dhe ndjekim ne atë që ne të udhëzojmë sot popullin tonë. Padyshim që ka edhe figura tjera të cilat kanë qenë shembull për ne, duke filluar nga profesorët në medrese që kemi pasur, profesorët në fakultet të cilat i kemi, janë personalitete të ngritur, të cilat vërtet janë shembull për rinin dhe sidomos për studentët.